Po mendoj që është ajo fraza asgjë e re në perëndim dhe pak a shumë mund t'i referohemi asgjë e re në Parlamentin e Kosovës. Pra në një farë mënyre po vret që ka mungesë të thellë të vullnetit politik për të zgjidhur një çështje dhe për të ecur tutje. Tash gjithmonë duhet t'i shtrojmë disa pyetje që mund t'i dim se në çfarë kanale mund t'i gjejmë ato përgjigjet tona. Para, a ka parti fituese? Është një pyetje shumë e madhe, po del që jo. A ka parti të parë? Po. Por partia e parë kush është, duhet me bë pyetjen, e cila nuk i ka numrat për ta zgjedhur një kryetar apo kryetar të parlamentit. Ajo parti është Vetëvendosja, e cila si po sillet, a ka një, si më thënë, një narracion, a ka një narracion bashkëpunues, a do me gjithë zgjidhje, apo vetëm e paraqet një kandidate e cila po vrejet që nuk i ka, shikoni një herë, e kuptoj, dy herë e kuptoj, por herën e tretë është e pa kuptim me shku me të njëjtën metodë pa ndonjë rezultat. Pra, eksperimenti ka dështuar disa herë. Pra, është një autor Colin Flynn thotë, kur teoria nuk i përshtatet praktikës, dush me ndru teorinë. Pra, për me ta dhoni rezultat në praktikë më të mirë, edhe kjo është e njëjta gjë. Pra, edhe tash ta kuptojnë që nuk po shkon, atëre partisë së parë, pra që i ka numrat pak më shumë se partitë të tjera, i takon me gjetë një kanal e para komunikues me partitë të tjera se si të shkohet tutje. Nëse ka vullnet që të shkohet tutje, po vrejet që gabimja ime është që zoti Kurti, që nga nën Shkurti, nuk ka dëshirë të qeverisë. Se po të kishte pasur dëshirë, tash neve na lejo të supozojmë, për shkak të rrethanave që janë kriju, sikur që nuk po ka dëshirë që ta qeverisë Kurti në tërë, sepse as platformë nuk ka paraqit. Po të kishte qenë vetëm pak serioz, ose Vetëvendosja, me 10 shkurt të këtij viti kish paraqit një platformë në të cilat Vetëvendosje në këto pika i kërkon edhe partner. Dhe mandej do t'i takonte partnerët një ka një që për të parë a janë të parafërt pikat e partnerëve me programin e Vetëvendosjes për qeverinë Kurti 3. Pra kështu do duket paktën serioze, edhe nëse nuk do ta kishin një qëllim në vetveti. Në këtë formë se si po shkon e gjithë ky narracion dhe ky veprim politik, po tregon që nuk ka shumë vullnet për të qeverisur. Pse? Këto veç mund ta dinë Vetëvendosja.